Eksperti i sigurisë Agim Musliu ka reaguar ndaj thirrjeve nacionaliste të dëgjuara në Mitrovicën e Veriut, duke theksuar se strukturat ilegale të Serbisë të udhëhequra nga Mina Radojqić po instrumentalizojnë të rinj për qëllime politike. Sipas tij, thirrjet se Kosova është zemra e Serbisë dhe ua është shqiptar nuk janë pjesë e një feste, por provokime dhe përpjekje për frikësim të shqiptarëve. Ai kërkon nga institucionet e Kosovës ndalimin e këtij normalizimi të urrejtjes. Në vijim, postimi i tij plot. Serbia përmes strukturave të saj legale në veri të dirigjuara nga terroristi Radojqić, po i edukon të rinjt me urrejtje dhe nacionalizëm të verbër, ku në mes të qytetit dëgjohen thirrje si Kosova është zemra e Serbisë, Vidovdani, ua shqiptar, oj Kosovë zemra e Miloshit. Kjo nuk është fest, por provokim, është mesazh friksimi për shqiptarët që jetojnë aty dhe për secilin që beson në bashkëtesë dhe paqe, pra një instrumentalizim i rinis në funksion të një agjende të rrezikshme politike nga Beogradi. Institucionet tona duhet të ndalojnë këtë normalizim të urrejtjes.